Hej, përshëndetje! Këtu do jemi në një video sqaruese edhe shpresoj mos të kem më në YouTube-in tim të tilla video. Atëherë nuk di nga ta filloj. Ndërkohë që unë bëj make-upin, dua që të flas, do bëj një make-up shumë të thjeshtë që unë nuk kam provuar më përpara, por do ta provoj tani këtu bashkë me juve, që do përdor kontur, blush, furça normale, glossin dhe gjelin e vetullave dhe të që kthejnë qërpikët. Vetëm këto do përdor për sot. Nuk do vendos as fondotin as concealer. Por, kthehemi në temë. Para dje dhe par dje, se unë po gjëroj sot këtë video dhe do hidhet sot. Atëherë dje dhe par dje hodha 2 video me shoqen time dhe nusin e kushëririt tim. Por ato 2 videot u fshin, siç mund edhe ta keni parë, që janë fshirë. Edhe do thoni ju për çfarë arsye janë fshirë. Nuk po vendos syr, po vendos vetëm kështu sepse nuk po e bëj, domethënë se do vete diku, apo po e bëj thjesht kot që të dal këtu, domethënë dhe të bëj diçka, jo të dal këtu dhe të flas kështu direkt si më duket. Jo se nuk ka ndodhur më para, por sot dua domethënë të jam kështu pak si e mërzitur, edhe prandaj doja të thoj që video u fshi për arsye sepse personi që ishte me mua në video nuk u ndje mirë për gjërat që kishte thënë, edhe unë vendosa që t'i fshi sepse nuk dua që askush të ndihet keq apo të jetë i mërzitur, edhe kështu pavarësisht se ato 2 video mua ma prishën domethënë komplet rrjedhën e kësaj gjës që unë fillova të bëja për këtë verë. Them që më prish komplet renditja e numrave. Tani nga sot e tutje nuk do kemi më një, për shembull, dita sot do ishte dita numër 7, nuk do ta kemi më, por do ta kemi direkt me përshëndetjen që unë ju them në çdo video. Për arsye sepse iku numërimi komplet, edhe prandaj unë vendosa domethënë që mos të ketë një numërim, nuk doja që të ishte kështu, por kështu ndodhi, edhe prandaj, por nuk do që askush të ndihet keq për më duket sikur për fajin tim, ma nuk e di për çfarë, por çdo kush mendon ndryshe, gjithkush domethënë ka ato mendimet e veta. Edhe prandaj, edhe unë vendosa domethënë që ta heq këtë gjë. E di që nuk do kem një, për shembull, siç e nisa me dej çdo ditë, edhe do jetë tani, nuk e di, më duket sikur do jetë kot me pak fjalë, por edhe jo kot, nuk do jetë kot, se edhe unë jam shumë e mërzitur, shumë e prekur nga kjo gjë, por nuk është se do jetë kot, që do vazhdoj, domethënë çdo ditë do kem video, por nuk do ketë domethënë dita numër 7. Për shembull, nesër unë do hedh një video që kam xhiruar dje, edhe ishte dita numër 7. Duhet ishte sot ajo video, por nuk ndodhi kështu, edhe do dali nesër, por unë atje kam thënë dita numër 7. Edhe prandaj them që nuk do jetë më si në fillim. Prandaj thjesht do jetë përshëndetja që unë hap në çdo video. Edhe mërzita për këtë gjë, por fundja kjo është. Kur ke YouTube-in, edhe kur merr njerëz, domethënë të
tjerë që i fut në kanalin tënd, pavarësisht se unë domethënë e di se si funksionon kjo gjë, personi tjetër nuk ja kishte shumë iden edhe ishte më shumë se ç'duhet vetvetja. Edhe prandaj edhe kështu, por më duket skuqja shumë pak këto. Por unë nuk është se unë do ta ndulja këtë gjë normale që jo, absolutisht për asnjë gjë. Unë domethënë diçka që e them e vazhdoj edhe e bëj, por pavarësisht gjithë kësaj që ndodhi, nuk është se ka ndodhur një debat në një gjë, por keq kuptime kështu të vogla, edhe unë doja që me ju t'isha 100% e sinqert, siç edhe ju më njihni, që kam kaq vite që dal këtu edhe flas edhe më njihni shumë mirë, për unë këtë gjë e them për personat që janë besnik në kanalin tim, që më ndjekin prej shumë kohësh, që mezi presin që unë të hedh videot, edhe prandaj po e them këtë gjë që për arsye të duhet, domethënë jo për arsye që ju domethënë ta merrni vesh këtë gjë, por doja që unë me ju t'jem e sinqert, edhe jo të më shkruani domethënë që ana pse hoqë videot, renditja u prish komplet YouTube-it, edhe nuk e doja këtë gjë, nisa me shumë qef, me shumë gëzim këtë gjë, që do bëhet çdo ditë video, jo se tani më ka ik gëzimi apo shefi të bërit video, por nga që më prish renditja e numrave, e ditëve, edhe kam kështu pak të që pse, domethënë ishte vera ime parë që unë po merresha domethënë me këtë gjë, me Summer Day, edhe doja domethënë të ishte diçka ndryshe, siç unë e kam thënë edhe në fillim domethënë të korrikut, që do jetë diçka shumë e bukur për mua dhe për Matias, që do ta ngelet një kujtim shumë i bukur që po ndajmë edhe me juve. Edhe prandaj vazhdojmë kthejmë qërpikët ndërkohë se i lam gjysëm. As nuk po i shikoj fare se po i kthej apo se nuk po i kthej. Por ju që më njihni prej kohësh, unë jam një person që ato që kam i them, edhe kushdo kush të jetë, unë prandaj jam këtu, sepse doja domethënë që të jetë diçka, duhet të them diçka të vërtetë, jo të dalë këtu domethënë që të hiqem ndryshe dhe të bëj ndryshe. Nuk jam ky personi, edhe ky kthej nuk ktheve mirë, më duket. As nuk i shikoj fare aty shërpikët, se çfarë po bëj, s'kap edhe lëkurë. Atëherë ishte për mua që unë për shembull do kisha dëgjuar njerëzit apo diçka domethënë nga fisi, apo nuk e di, nuk po gjej fjalën e duhur, unë nuk do ta kisha vazhduar YouTube-in, sepse të ta them troç këtë gjë, për shembull edhe personat e mi të familjes nuk duan që unë të bëj YouTube, pavarësisht se unë vazhdoj të bëj për arsye sepse më pëlqen kjo gjë, edhe prandaj e bëj. Nuk është se dal këtu domethënë që shiko se bëj këtë gjë, ndaj këtë kam edhe si anti-stres këtë gjë, askush nuk e kupton apo askush nuk e beson këtë gjë që unë po them, por unë kështu e kam. Tani se do arri t'ju mbush mendje njerëzve, nuk jam unë ky tipi. Edhe tani do vazhdoj të përdori pak gel për vetullat. Që ky gjeli është bërë, nuk e di si mos më keq, nga që më shkriju një ditë, e kisha marrë në plazh, edhe më kishte shkryer nga vapa. Më gjinon në të rajon të ci në diell, jo se mbajta në diell edhe shkriu, po
nga nxehtësia jashtë e tepërt. Shkriu edhe është bërë si gjiz, ta shpif, shkoni që kësi është bërë. Ble një tjetër. Jo se kë nuk bën, por më duhet edhe një tjetër. Mbase ai bën më mirë, nuk e di. Mbase po e mora sërish në plazh, do bëhet sërish kështu. Edhe këtë e lë për në plazh, edhe tjetër përdor për kështu për në shtëpi. Edhe kështu njerëz të mirë dhe të bukur. Se kisha kohë pa e thënë këtë gjë, njerëz të mirë dhe të bukur. Kisha shumë kohë pa e thënë këtë gjë. Edhe kështu gjithmonë mbyllim me një buzëqeshje. Ja mërzit shumë për ato dy videot, shumë do me thënë sepse askush nuk e kupton lodhjen që kanë, do me thënë unë, apo dhe gocat që bëjnë YouTube. Sepse çdo kush e merr, do me thënë, se video po bën kjo, kupton, e quajnë, do me thënë, këtë gjë sikur është diçka shumë e lehtë. Por jo, sa gjëra ka kjo në mban, sa orë doja unë që t'i editoja ato video, sa orë kam dhejt pa gjumë natën, që t'i editoja, jo, do me thënë, kisha frikën se mos më ngrihesh Matias natën, se duhet t'i dëgjoja mirë. Edhe nuk po e them pikërisht, do me thënë, vetëm për këtë video që ndodhi, po e them në tërësisht, do me thënë, që quajnë njerëz, do me thënë, si diçka kështu minimaliste, që se video po bën kjo, por këto video ose askush nuk e kupton këtë botën e YouTube-it, askush mendon se njerëzit dalin këtu edhe flasin edhe kaq, se çka kanë bazë, askush nuk do të di, thjesht shikon aty që ke 20 minuta video, por në të vërtet sa ke harxhu ti kohë, nuk e ke harxhu thjesht 20 minuta, se 20 minuta thjesht dalin aty, por sa ke xhiru ti dhe sa ke prerë më mbas, askush nuk e di. Edhe prandaj them që askush, do me thënë, nëse ti nuk e provon një gjë, normal që as nuk do kesh idenë. Dhe do thosha, do me thënë, që këto villot e mia këto kohët e fundit nuk po rrin fare mirë, nuk e di pse. Jam mundësisht t'i pres. Shikoni, edhe tek video fundi, do me thënë, që kam hedhur, i kam këto villot këtu katastrofë, nuk më ngrihen, më rrin kështu si poshtë, nuk e di pse si rrin kështu. Okej, është hera ime e parë që bëri këtë lloj make-upi. Ju thash për çfarë e bëra, nuk e bëra, do me thënë, thjesht që do dal apo do vete diku. Thjesht e bëra që të heq çika të jo mërzitjen, por e bëra që të dal këtu edhe të flas edhe të bëj diçka dhe jo thjesht që të flisja. Prandaj, kështu. Edhe besoj që kjo do jetë video më shkurtër në kanalin tim. Ja ku i keni videot më të shkurtra që do ekzistojnë në këtë kanal. Besoj do jetë e fundit kjo. Nuk do ketë më video kaq të shkurtra. Dhe njëherë, nuk dua, do me thënë, që të nxjerr personin tjetër keq. Po e them këtë gjë për personat që do më pyesin që pse fshive, edhe gjëra të tilla, dhe prandaj ju them që nuk duaj që të nxjerr personin tjetër. Nuk dua, do me thënë, që personi tjetër të mërzitesh, edhe unë prandaj hoqja që askush nuk dua, do me thënë, që t'jetë pjesë e kanalit tim, do me thënë, edhe të jetë, do me thënë, kështu i mërzitur apo i trishtuar për çfarë, për fajin e videove normale, që unë këtë gjë e kisha si që të shenjë që nisa, do me thënë, por pavarësisht se përfundoj kështu, por besoj do përfundoj akoma dhe më bukur, sepse kemi shumë gjëra të bukura që do na vinë më para,
Edhe më para, më mbrapa nuk e di përse unë flas gjithmonë për sprapthi, nuk e kuptoj pse. Dhe jo vetëm këtu, me gjithë njerëzit unë i them gjërat për sprapthi, nuk e di pse. Edhe kam edhe për të përfunduar këto gërshetat që nuk e di se kur duhet t'i përfundoj. Por i kam edhe çik si anti-stres këto qështoren edhe unë i bëj sërish. Edhe vajti diku tek 15 minuta, nuk doli dhe aq e shkurtër sa unë e prisja, mendoja thash unë do dali diku tek kjo video, thash unë besoj do dali rreth maksimumi që mendoja unë që do dilte ishte 10 minuta. Por jo, doli edhe më shumë. Atëherë dua që ta mbyll këtu këtë video dhe do shihemi nesër, që nesër ju thash të keni sërish një video me dita numër 7, edhe kjo gjë mbyllet këtu me ditë, do me thënë të mbyllet nesër, se pas nesër kemi video të tjera. Më duket nesër përfundon me ditë, më duket se nesër. Kështu dhe mbyllim këtu këtë video dhe do shihemi sërish nesër. So, bye!